Live from Tirana në Top Albania Radio. Juri përshëndes nga pjesa e dytë e Live from Tirana, 11:10 është ora eksakte në këtë moment, në këtë të premte të datës 19 dhjetor 2025. Unë jam Ronaldo Sharka, për t'i xhamit me mua është kolegu im Wizy DJ, i cili përzgjedh këngët e bukura që ju ta shijoni këtë paraditë të kësaj të premte, dhe tashmë në studio na është bashkangjitur Vaso Kristo. Mirë se vjen në Live from Tirana. Mirë se vjen. Përfaqësues nga super aplikacioni Foodini apo jo? Tani, do të flasim për një gjë shumë interesante. Ne jemi të lidhur që nga që kur është krijuar njerëzimi, patjetër nevojat bazë tonat janë të ushqemi, të pim ujë, të marrim ajër, domethënë këto janë nevojat bazë. Të tjerat pastaj janë të gjitha luks. E me përshpejtimin e ritmit të jetës, njerëzit nuk kanë më kohë, trafiku, duket se jo vetëm që nuk kanë kohë as të gatuajnë, por nuk kanë kohë as të flasin më me atë recepcionistin e një biznesi që ai të pyet si e do porosin ku e do, jo po është i mërzitur recepcionisti, jo po s'është i mërzitur. Por tashmë teknologjia ka avancuar dhe let fare se dua ta marrim nga aja të gjithën, për të gjithë ato që nuk janë ende të familiarizuar me teknologjinë, pra futen në Foodini, shohin një shumëdhëshmëri restorantesh në Tiranë dhe jo vetëm, zgjedhin oferta të ndryshme, përfitojnë nga oferta të ndryshme dhe vetëm kur i vjen ushqimi tek dera e shtëpisë. Çfarë është Foodini që ne kemi dëgjuar kaq shumë, edhe bravo ju qoftë për gjithë punën e mrekullueshme që e keni rritur suksesin e këtij aplikacioni. Aldo, faleminderit, kënaqësi jam sonte këtu me ju. Foodini është një aplikacion, do të them me fjalë shumë thjeshta. Domethënë është një aplikacion, shkarkohet në App Store dhe Play Store. Në momentin që e shkarkon, vendos locationin ku ndodhesh dhe të liston restorantet që bëjnë delivery në zonën tuaj. Restorantet dhe jo vetëm, kemi kaluar dhe në industri të tjera, si shumë të supermarketet, beauty, farmaci, tabakino e tjerë. Edhe e bën porosinë, ka disa avantazhe pse porositet nëpërmjet telefonit dhe jo më me mënyrën nëpërmjet aplikacionit dhe jo më me mënyrën tradicionale nëpërmjet telefonit, duke filluar që nga fakti që e shikon ushqimin aty me foto reale, ke përshkrimin, eviton margin e gabimit, eviton edhe komunikimin me recepcionistin siç thatë ju. Përzgjedh se çfarë do. Personalisht për shembull ndonjëherë unë s'dua fare të flas në telefon, përgjithsisht e kam problem të flas në celular, edhe me miqtë e mi jam më praktik dhe më safe me mesazhe. Edhe ndonjëherë kjo pjesa që duhet të flasësh në telefon me biznesin, ai të pyet si e do, ku e do, ndonjëherë ai s'është në humor fare, me të drejtë mbase. Edhe ti i shmang të gjëra, let fare sheh ushqimin aty, zgjedh, sheh çmimin, sheh madhsinë e ushqimit nga foto, dhe shumë interesante në fakt kjo mënyrë e re e teknologjisë, se si ti mund të sjellësh ushqimin tënd të preferuar në shtëpi. Po eviton edhe margjin e gabimit. Domethënë nëse një recepcionist nuk i mban saktë ato që ti ose preferencë ose nuk e dëgjon mirë, domethënë këtë gjë e eviton sepse kur e bën nëpërmjet aplikacionit e ke të shkruar, të dokumentuar. I printohet një faturë restorantit, domethënë, edhe shikon listën e produkteve që ka për të porositur me të gjitha specifikat përkatëse, komentet e preferencat e klientëve. Kështu që mundësia e gabimit është shumë më e ulët se sa nëpërmjet telefonit. Interesante shumë, edhe her pas here unë shoh edhe në promot që publikoni qoftë në media tradicionale apo në social media që vazhdimisht ka oferta. Unë çfarë përfitoj në Foodini përveç se porosisë? Më thonë, jo unë si Ronaldo i Live from Tirana, ose unë si qytetar i thjesht, po them. Se i di që vazhdimisht bëni oferta dhe pse duhet zgjedh Foodini dhe jo një aplikacion tjetër, po themi? Dy arsyet kryesore për cilat ne punojmë çdo ditë janë t'i ofrojmë klientit çmimin më të ulët të mundshëm, ofertat më të mira ekzistuese në treg dhe shpejtësinë më të lartë nga të gjithë kompetitorët. Domethënë këto janë dy avantazhet që ka Foodini. Është i lirë, merr oferta ekskluzive nga restorantet fal kontratave që ka me restorantet, nuk aplikon komision për blerje për klientin, domethënë nuk ka service fee për klientin, nuk ka as abonime mujore, është thjesht bën porosinë me çmimin më të ulët dhe jemi duke targetuar kohën e deliveryt 20 minuta nga momenti që e bën porosinë deri në momentin që të mbërrin
në derën e shtëpisë. Domethënë është super sfidante, por në këtë moment jemi duke realizuar. Pra, Foodini oferta dhe shpejt. Këto janë dy arsyet kryesore. Tani, që të serojmë pak, Foodini nuk është një restorant që ka ushqim. Pra ju bëni ndërmjetësimin, pra jeni ndërmjetësi mes klientit, pra konsumatorit dhe biznesit. Dhe këtu sillen si avantazh ndaj klientit shpejtësinë, pra se ju e thoni, ju keni një armat gjigande njerëzish që servirën ushqimin deri te dera e shtëpisë, edhe ofertat, ku konsiston oferta që pas here si do them pse mua më kurse më shumë para në xhepin tim duke përdorur Foodinin. Me siguri kursen, edhe arsyet pse kursen është sepse ne vendosim në dispozicion fuqinë tonë marketuese në dispozicion të restorantit, me të vetmin kusht që ai të na japi ofertën më kompetitive ndër aplikacionet e tjerë apo ndër kanalet e tjera të porositjes. Dhe kjo është arsyeja pse ne marrim gjithmonë ofertën më të mirë. Dhe për sa i përket shpejtësisë, domethënë jo vetëm njerëzit, po edhe teknologjia e avancuar bën që ne të jemi performant në pjesën e delivery. Sa restorante aktualisht? Aty ka vetëm restorante apo markete, supermarkete? Foodini kryesisht ka lindur si për food delivery, domethënë nga vetë Foodini, i fokusi jon kryesor disa herë domethënë e kemi për seri të parësisht se tregu po evolon po futen dhe industri të tjera, ne jemi përshtatur tregut, por ne jemi të fokusuar tek food delivery, 85% e shitjeve tona, 85% e porosive tona janë në ambientin food. Pastaj përveç food ka dhe supermarkete, tabakino, farmaci, beauty care apo çdo lloj gjëje tjetër që bëhet delivery. Interesante, pra edhe nëse duhet një qetësues koke, edhe nuk e nerva të dalësh për të shkuar në farmaci e gjen aty. Do më lejosh vetëm 2 minuta hapësirë marketingu dhe ti besoj e kupton shumë mirë marketingun edhe do të futem pak më në detaje tek Foodini, se shumë interesante ajo sigla dhe promo juaj. Kthehemi shpejt në program. 11:23 është ora eksakte në këtë moment, po flasim për Foodini dhe mënyrën e re teknologjike si njerëzit zgjedhin të porosisin ushqim sot. Ka ndryshuar vaso mënyra, domethënë janë familiarizuar shqiptarët me teknologjinë çdo ditë, pra bota po ndryshon, pra përdorin më pak lek cash, përdorin kartën, faturat e dritave apo të parkimit nuk i paguajnë më fizikisht dhe i paguajnë online. Në raport me ushqimin, pra po shkojmë çdo ditë më shumë drejt digitalizimit? Domethënë ju që keni shifra konkrete, pra si e ndjeni? Po, mund ta themi plot gojen që tani 90% e porosive overall që bëhen nëpërmjet aplikacioneve. Ka ngelur një pjesë shumë e vogël e porosive që bëhen nëpërmjet telefonit. Apo fizikisht. Apo fizikisht pothuajse janë reduktuar shumë. Tani edhe nëpërmjet aplikacionit bën opsionin take away që e porosit dhe shkon e tërheq fizikisht, por ama procesin e porositjes të gjithë e bën të digitalizuar. Online. Interesante shumë. Çfarë kërkojnë njerëzit më shumë? Çfarë janë të destinuar? Për të porositur, cilit lloj ushqime po? Llojet e ushqimeve që vazhdojnë e kryesojnë botën e deliveryt janë fast foodet, duke filluar që tek pizza, burger, domethënë të gjitha fast foodet me radhë pula është super e kërkuar. Por ka një tendencë vitet e fundit ku ushqimet healthy gjithmonë më shumë, sidomos janë shumë trend bolsat, për shembull, janë super në trend edhe mizotërojnë në orarin e drekës dhe po ecin gjithmonë më shumë dhe ka një trend rritje. Ka relativisht një trend rënje për sushin, i cili 2-3 vite më përpara ishte në momentin e tij më të mirë. Pra, sushit janë në rënje? Sushit kanë filluar rënjen. Healthy është duke rritur, kurse fast foodet vazhdojnë të jenë ato që mbizotërojnë në 60% shitjeve në delivery. Interesante. Dhjetori ka ndryshim në porosi, se duket sikur njerëzit konsumojnë më shumë në dhjetor. Domethënë marrin më shumë kilogram, jo festat, jo rrin edhe pak më gjatë në shtëpi, jo pushime, ditë pushimeve, sidomos ato administratës, njerëz që marrin pushime të goxha para bizneseve private. Ka më shumë porositë, domethënë në cilën periudhë shqiptarët porosisin më shumë online? Shqiptarët porosisin më shumë online kur ka Big Brother.
Vërtet? Kur ka Big Brother, patjetër. Që nis Shumë nesër. Që nis nesër. Domethënë të shtunën dhe të martën ju një super flux besoj. Super flux, po. Por ja dilni. Kaos në flux, por sfidante dhe e bukur. Domethënë Big Brotheri është sfidë edhe për vetë restorantin, i cili merr shumë porosi delivery në raport me dine-inin. Është një fenomen që ndryshon komplet botën e deliveryt. 300% të shitjeve të një dite normale bëhen gjatë prime-it të Big Brother. Nesër nis Big Brother. Domethënë dhe ne e dim që Big Brother tashmë nuk është vetëm një platformë, pra një event televiziv, por duket si një eveniment social. Edhe njerëz mezi e presin, mbyllën në shtëpi gjatë gjithë orëve të Big Brotherit, që para nisës deri në orët e para të mëngjesit, dhe normalisht ti do duhet të konsumosh. Edhe çfarë bën aty, hap fudinin, edhe shef pafundësisht produkte shumë interesante që ta bëjnë mbrëmjen më të bukur për ta shijuar Big Brotherin. Po për shembull, nëse një klient është i mërzitur se banori i tij i preferuar ka dalë nga Big Brotheri, motoristi për shembull mund ta ngushëlloj, për shembull mund të jetoj vetëm dikush edhe s'ka kujt i ankohet. Ose për shembull do të shaj produksionin, fjala bie, thotë po si ja bën aty kështu, jo po ja bën me hile. Pra, ju e froni e vështirë që korrieri të ketë ngjen në ato momente se presin porositë e radhës. Po kujt i ankohet klienti? Të marrë call center në telefon. Se unë për shembull dua të ankohem motoristit. Për shembull ai mirë porositë të më po dëgjoj, po si ja bën kështu aty banorit? Po si e tha opinionisti kështu atë? Ka probabilitet që ai mos ta ketë parë. Dëgjoj, duhet ta fusi këtu si shërbime për më vojeni që gjatë 4 muajve të Big Brother ju ofrojmë asistencë psikologjike që ju mund të shani ose mund të nxirrni gjithë mlefin për banorët, për opinionistët, ku diun gjithë ankesat që kanë. Interesante tani ta studiojmë. Po, sepse për shembull ka shumë njerëz që jetojnë vetëm ose ato të shtëpisë nuk dëgjojnë her pas here, kupton, ose ke përplasje. Dhe ti ke nevojë për konfirmim të motoristit mund ta bëj këtë. Për shembull, motoristi se ka den fare se është i lodhur, për shembull, thotë po ke shumë të drejtë, ai duhet ta fitonte Big Brotherin. Çfarë porosisin më shumë gjatë Bigut tek Fudini? Gjatë Bigut bëjnë porosin grup, domethënë trendi është i tillë. Para Prime-it fillojnë porosit që para Prime-it. Fillojnë porosit, domethënë gjithmonë para se të fillojë transmetimi live. Pastaj çfarë porositet më shumë janë porosi grupi, të cilat janë porosi më të larta se sa zakonisht, dhe ka larmishmëri aty, që nga fast foodi edhe deri tek mishi, peshku, domethënë është më i gjerë gama e produkteve në netet e Prime-it. Por ka në një moment kulminant, në një episod të rëndësishëm, ka ndodhur një sherr aty, në atë moment bien në qetësi fare, nuk ka më askush nuk porosit, pa marrua i momenti, domethënë këtë ndikim ka një industri. Kur kalon reklama, rikthehen. Ne e dimë efektin e Big Brotherit edhe për kësaj jam kurioz, keni bashkëpunuar me Big Brother apo jo? Kemi parë në edicionin kaluar edhe teksa dhe Ledion Liço, moderatori i programit, i spektaklit, ju përmendte çfarë ndodhte në ato momente. Domethënë e ndjeni rritjen e fluksit të porosive pas përmendjes së Big Brother? Në ato herët e para na shkonte sistemi në kolaps. Seriozisht? Nuk nga shkarkimet. Domethënë po patjetër kishte impakt përmendja, në Big Brother ka impakt në industri. Tek ne ka pas impakt gjithmonë e më në rritje, domethënë edhe nuk pendohemi kur gjithmonë duam të jemi prezent në Big Brother për ndryshimin që ka edhe për impaktin që ka. Mirë, shqiptarët kanë pak frikë kalimin nga një gjë në një gjë tjetër, edhe adaptimin me teknologjinë. Pasi të rikthehemi nga reklamat, do më shpjegosh të lutem sa e thjeshtë është të shkarkosh aplikacionin. Pra aty nuk kërkohet as email, as ku ta di unë, kështu gjërash, pra nuk të lodh si shkarkim. Do më shpjegosh vetëm pas pak sa e thjeshtë është dhe sa lehtë i aksesueshëm është. Se ndonjëherë njerëzit tromben nga teknologjia, se thonë kush e shkarkon tani, por ato që duan teknologjinë dhe duan komoditetin që ofron teknologjia, çdo ditë më shumë zgjedhin ti bëjnë kryejnë veprimet online. Reklama dhe rikthehemi shpejt me Fudini. Me çfarë fjala koqës bërë ndonjë porosi tani te Fudini?
Po boje, se na kapi uria. Na kapi uria duke biseduar për ushqimin në këtë orë të kësaj paraditje të kësaj të premte. Letësia e shkarkimit të aplikacionit dhe aksesimit tek Foodini. Ma shpjegoj pak gjithë procesin që t'ja u shpjegojmë dëgjuesve që është fare lehtë. Unë e di, po. Është e thjeshtë. Kërko Foodini në App Store, Play Store. Foodini, jeshile. Jeshile, mos e ngatroni, jeshile. Download edhe shkarkon. Për regjistrimi i parë të kërkon adresën e emailit edhe numrin e telefonit. Të dy të dhëna. Futesh edhe mbaroj, këtu fillon procesi i listimit pastaj të restoranteve në bazë të lokacionit. Asgjë tjetër nuk do të bësh. Është shumë interesante se si njerëzit Foodini lidhen edhe me këngën e Dua Lipës Foodini. Nuk e lidhin njerëzit, por ne e ka bërë. Për ju e ka bërë? Por ne e ka bërë. Vërtet? A mund ta gjejmë Foodini magjistarit as porosin. A mund ta gjejmë Dua Lipën brenda aplikacionit? Ose për shembull unë porosis një ushqim tek Foodini dhe fap vjen Dua Lipa me motor poshtë shtëpisë time aty ku jam. Edhe më sjell picën time të preferuar, imagjino për një moment se un kam dëshirë të imagjinoj. Edhe në perceptimin tim imagjinata është gjithashtu pjesë e realitetit, se ti me imagjinatën nuk ke kufi. Mund të shkosh kudo, kurdo, si do. Dhe ishte bukur. I po filloj ta imagjinoj dhe unë. Po pra, do të thënë, imagjino Dua Lipën motoriste. Edhe që të thotë të bëft mirë, ti thua faleminderit, edhe ju ikën. Nuk e di. Ikën, okej. Ikën për të bërë punën e radhës. Do thonë imagjino Dua Lipa me një jetë shumë luksi, por gjithsesi thash domethënë imagjinata mund të shkojë kudo. Çfarë ofertash ke momentalisht në Foodini? Në Foodini ofertat janë 50% zbritje në produktet kryesore të restoranteve kryesor. Ofertat të dedikuara për periudhën e fundvitit, të gjitha. Gjithashtu ka pije të ofruara nga ne bashkë me paketat e ushqimit, edhe oferta tjera ka tek pjesa e këtyre dhuratave që mund të bësh në këtë sezon festiv. Plot me oferta është Foodini. Po pra, në 31 dhjetor jeni hapur, domethënë funksiononi deri në orën 7 mbas ditës. Zgjedhin njerëzit shumë dhe atë ditë të porosisin gjëra, për shkak se ka njerëz që po diun, s'ka nerva as për vit të ri të gatuajnë. Nëse do kishim mundësi që të qëndronim akoma hapur, ndoshta do vinte edhe në një porosi në orën 12 natës. Por ajo që është nga eksperienca jone, ajo që është kritike është data 1 janar. 1 janar pas dreke plas një fluks porosish. Vërtet, Pizza. Pizza pas përshishit dhe baklavas. Rikthim në origjinë, ktheu tek ushqimi jot që ke mësuar trupin pak a shumë. Nuk e di, domethënë, pizza pafund. Nga eksperienca e viteve të më përparshme. Çfarë të thonë njerëzit për Foodinin? Nga review-t e përditshmërisë po flas, nga kontakti fizik. Po, njerëzit, mua fjalë të mira domethënë. Nuk do më shajnë aty për aty, po nuk ka asnjë punë që mos të ketë gabimet ose kompleksitetet e veta. Ajo që ne na diferencon është kemi gjithë bon sensin, gjithë dëshirën për ta, nëse ndodh një anomali e caktuar, ta rekuperojmë atë anomali. Domethënë, punën tonë është mos e frekuente që të ndodhi për shembull një ngatres ose një anomali, një vonesë në porosi. Kjo mund të ndodhi gjithkujt. E rëndësishme është mënyra se si e trajtojmë atë anomali. Domethënë ne kemi një departament customer experience, i cili merret vetëm me këto, edhe klientët të rimbursohen, dhe që në mënyrë që klientët kur porosisin në Foodini, Foodini është i garanci. Porosit në Foodini, domethënë edhe nëse diçka shkon keq ne marrim përgjegjësi absolute. Vërtet. Po, edhe kjo është shumë e rëndësishme për të diskutuar pra siguria që ofroni përdoruesve. Po, Foodini në këtë aspekt është një garanci. Nuk është se ti bën porosinë edhe të visit të vi, domethënë është e parëndësishme. Kemi shumë mënyra për të dëgjuar klientët tanë, domethënë gjatë gjithë kohës në aplikacion ata drejtohen për të shprehur feedbackun e tyre, dhe në rastin më të parë që evidentohet një feedback, një pakënaqësi e caktuar, domethënë
të çdo lloj klienti, mënyra se si ne trajtojmë, domethënë është mendoj një nga gjërat që na diferencon më shumë. Brenda 24 orëve ai klient incentivohet për të porositur përsëri nëpërmjet kuponave që ne i bëjmë dhe i rimbursohet për anomalinë e shkaktuar. Qartë. Mirë, unë nuk dua të mbaj shumë gjatë sot sepse nesër, siç e tham, është Big Brother dhe ju e përmendët gjithashtu që ka shumë fluks që nis që para orës 9, pra njerëzit fillojnë të bëhen gati për të porositur. Falenderoj shumë që ishe në program, nuk e di nëse ke diçka të fundit për të shtuar. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Edhe e vetmja gjë që do shtoja është porosisni sa më shumë në Fudini. Yes, kjo është shumë e rëndësishme, edhe unë kam rënë rehat në këtë pjesë, me thënë të drejtën, si një përdorues vetë i Fudinit, e aq më tepër kur nuk ke kohë se çfarë bëj unë për shembull nga arena ku ndodhet Top Radio, më pas më duhet të ikë në Kasharën Top Channel për 1 orë ose gjysmë ore përpara se të mbyll programi, 20 minuta, çon se ka, varet kur unë dua të porosis, procesoj në telefonin tim, edhe kur dal nga studio Top Radio, është motoristja të post, marr ushqimin, e konsumoj në makinë sepse ky është ritmi i jetës time dhe nuk kemi kohë. Dhe gjë e mirë është që aty nuk gjen vetëm produkte fast food, pra po për gjithë njerëzit që duan të jetojnë shëndetshëm, janë dhe produktet me vlera proteinike, lëngje apo ku ta diun. Faleminderit që ishe në program. Faleminderit shumë. Edhe dhjetor sa më të bukur.